Përshëndetje shikues të televizionit Arbëria. Jemi në repartin e ginekologjisë këtu në Prishtinë, ku sipas informacioneve dhe intervistave që i realizuan me çiftin që kaluan një përjetim të tmerrshëm këtu në ginekologji. U dosht me kanë momenti më i lumtur për jetës, si non për herë parë, u kthy në traumë, kthy në ankth, frikë. Siç pretendojnë ata që lindja e gruas që dëshiron të mbetet anonim, i cili emri i gruas është i ditur për redaksin ton, ka ndodhur një lindje që ata e shpjeguan më saktësisht merrin që e kishin përjetuar këtu në ginekologji. Ma ka bo shkon banjo, edhe ullën shole dhe jepi edhe zorë sikur me kry nevojën e madhe. Ka thonë që ka pos krojën e kresë. Më saktësisht, foshnja ka lindur me 18 gosht të këtij viti, pothuajse rreth një muaj, dhe ne jemi këtu në repartin e ginekologjisë për ta intervistuar doktorin Luan Morinan, i cili nuk është këtu, dhe ne patëm rastin të bisedojmë dhe me doktorin Luan Morina, apo i cili ishte i zënë dhe sipas tij mund të jetë i lirë në javën tjetër për një prononcim për ta shtjelluar më saktësisht këtë çështje. Shtivja me shpende, linda nuk ka ardhë, aja shtetit, anë përshem, linda nuk e di. Ma mirë me ta, po t'jeni në telefoni dhe bisedoni edhe këtë. Hajde ove nash në qutën dhe me një herë dhe bisedojnë. Për të honit të tu që kur dush e edhe bisedojnë. Okej, super. Të informuar për këtë çështje pothuajse një muaj e gjysmë, por prapë nuk ishin të gatshëm të na sjellnin detaje nga rrëfimi që e kemi nga çifti. Ne po shpresojmë shumë që nesër me 29 tetor, sepse sot është 28 tetori, po na japin disa përgjigje sa i përket dhe palës të tyre të deklarohen se si ka qenë gjendja asaj lindje i cila çifti na deklaroi se ishte një lindje e tmerrshme. Një nënë e re ka ndarë me televizionin Arbëria një provojë të dhimbshme nga lindja e djalit të saj. Duke treguar se ajo që duhej të ishte dita më e bukur e jetës, u kthye në makthin më të madh. Sa i përket Shtazania u kanë shumë mirë, gjithçka u kanë perfekt, krejt mujtë u kanë mirë, probleme s'kom pas, edhe deri tek momenti i lindjes, që u dosht me kanë momenti më i lumtur për jetës, si non për herë parë, u kthy në traumë, u kthy në ankth, frikë, për hera tjera. A mundesh më tregu prej momentit që ke në spital, çfarë trajtimi ke pas prej stafit mjekësor? Okej. Prej momentit parë, që i na shkut hanën, te pranimi, aty ka fillu trajnimi shumë keq. Motrat te pranimi janë shumë agresive, janë shumë tigra, janë shumë... Qasja e parë është e tmerrshme. Ç'është ka qenë qasja e parë? Hajde ma, guto, shpejt, pse po pret, taj... Që kjo? Tu mos e marrë parasysh Hiq, absolut. Një lindje normale. Hiq nuk i ka interesu. Shumë janë tigra, shumë janë agresive, me nerva. Tu e di që qasja e parë është shumë e rëndësishme, se që ato fillon. Po, vërtet. Pastaj, pej pranimit më kanë qu te reparti paralindjes, edhe më kanë thonë me prit derisa bash gati për lindje, derisa hapësh, edhe ato kom fillu, kur kom shku në pranim jam kanë 3 cm, kanë thonë që dush me prit, nashta shkon 2 dit, 3, nuk i dihet, po dush me nejt, edhe okej, so kanë kur gjë problem. Pastaj, gjatë ditës, ka fillu dhimt, pe orës 4-5 mas ditës, kanë fillu dhimt, jem shku jem kontrolu, më kanë thonë që ke fillu më hap, 6 gisht, 5 gisht, më varet, edhe ka ora 9, kom pas shumë, 9 mbrëmjes, kom pas shumë dhimt, edhe jem shku te dhoma e motrave, i kom thonë edhe, a moni me thirr? Jo, motrat nuk vinë kur, më të pa në dhomë.
Edhe nëse ka diçka që kanë më tregu ose për CTG që të rasin pej hymjes me të madhe, hajde me bëjt CTG-n me emër mbi emër. Nuk vi më thirr kur në për dhuma. A ka ndodhur ty? Po. A do të Shumë se herë. kishe me dhimbje prap Po. ka thirr prej fundit korridorit tonë Po. ashtu? Qashtu du të me shku zhak, du të me shku se zvi më të ndomë, të trajnu ose kur gjëjsh. Edhe nga ora 9, mbrëmjes, kom pas shumë dhimbje në dhaja, edhe u duf me shku one te motrat, me ju thonë që edhen, a monit lutna me thirr një doktor më kontrollu se nuk jam mirë, jam të pas dhimbje, jam të pas ka pak gjakderdhje, edhe, po. Para lindjes, Po. sorë para lindjes, hajde. Po lindjen nuk e kum ba deri të nesrit në ora mesdit. Do më thonë po. Edhe motra, qasja e pare motra su kanë, jo përse se pas ke qerën ti me lind, ka ku. Me qere do me thonë. Po, se ato ishin mësu, nashta këtë gratë me shku të kajt, të shku me dhimbë, zhak. Unë jam shku pak ma normal. Edhe ma ka bo jo se ki qerën ti me lind, shka edhe në dhomë. Ka fillu gjakderdhja, Po, i kom të regu këtë simptomat që qështu po kam, çdo 5 minuta po kam kontracione. Jo ma ka bo. Shka në dhomë, pret se nuk i ki qerën ti me lind një herë, ka raste dhe matrona nuk me bojnë të madhe. Edhe, si eksperiencë e re, jam shku në dhomë, se kum di që kom shku në dhomë, kom prit hala, e kum pa që nuk po moj ma. S'ku mujt as me shku taj ma herën e dytë mi thirr. Ka shku një shoqe ato që u kanë e dhomës, ka shku i ka thirr, o ardhë, më ka kontrolu, mas 2 ore ka ardhë, në ora 11 ka ardhë, më ka kontrolu. Një doktorish, edhe jam kanë në ora 11 natë, mbrëmjes, jam kanë 8-9 cm e hapur. Edhe më ka qu direkt nalt të salla e lindjes. Edhe ato veç kum prit, më kanë thonë veç dush me prit, dirisa të bjen beba në kanë nalt lindjes, dush me prit, as nuk të kanë tregu që dush me bo najse ose naj diçka. Jo, veç prit, dush me prit, edhe prej ora 11:30 kum shku të salla lindjes, deri në ora 3, s'të kam marrë parasysh kurkush. A s'kanë të regu të paktën qysh me najtë se mundet me konë rrezik për bebën edhe... Jo, në fillim, dhe në 3 jo, në 3 ora, unë veç jem kam në dhimbë, 9 cm janë dhimbë të lindjes, janë dhimbë tepër të mëdha. 3 ora më kanë qu me kontrollu, edhe ma kanë shpërty ujin e bebës, edhe më kanë lanë që ashtu me prit, dush me prit hala, veç prit, hala beba nuk i gati, hala beba s'ka ron kanal, dush me prit, të në kohën që ashtu të kanë thonë, deri në ora 6 mëngjes, kanë qu prap me... Do më në ora 3 mas dite... Në ora 3, jo, mëngjesit, në ora 3 mëngjesit, po. 3 orë pasaj beba ka qëndru pa ujë? Po. Në ora 6, prap më kanë kontrollu, kanë thonë që e kanë shpërdy prap ujin, prap ka dal ujë bebës, edhe prap më kanë lanë që ashtu, kanë bo CTG ato në kohën, ultraza, gjithçka kanë thonë në mirë, gjithçka në rregull, edhe kur në ora 7 është ndru ndrimi, ka ardhur tjetër ndrim, tjera motra, tjera doktor, krejt tjetër staf, edhe kom prit pak ma shumë për tyne, edhe i kom pyton kohën që ka me bo, që me fillu lindja, so nësë më ri ma me qëto dhimbët. O veç edhe ka orë një doktorish, ma ka bo shkëm banjo, edhe ullën sholl edhe jepi, edhe në zorë që kur me kry nevojën e madhe, edhe bjen beba në kanal, e ki ma letë, se për ndryshe s'monësh. S'monësh ndryshe me bo. Do me thonë, këto të ka thonë një mjeke Po. specializume, Po, që mjeke. dush me shku në shole. Fiks. Okej, Edhe- a ja dhe emrin e njonës prej Jo. vjetë? Kur, as një doktorish e orë ka kontrolu, as su prezentu me thonë, unë jam që kjo, unë jam për qitë punë, veç janë ndru, kur kosht s'ka pas naj qasin me të tregu që edhe më të marrë me të tregu, me të thonë që shtu bëja, se je në e ri, nuk e din që shtu do të mja bo. Edhe kanë ditë që është lindja parë. E kanë ditë, po. Po kjo nuk është veç eksperiencë e mja, krejt qajna konë që ato që qasje kam pas. Krejt.
vërtet. Pastaj, kur ke fillu... Pastaj, po, më kanë thonë me shku mban një kom shku e kom provu, edhe pse jem tut, se nuk është normale aja me bo, e kom bo, se më kanë thonë bane, edhe në qatë moment, mire, qatë do që ti thëjsh, e ban, se po hopshen. Edhe, mas disa ore, kanë fillu dhim tepër të mëdhaja që ma as kam s'ku mujt me nejt, me shku më kontrolu. Së tonë konë që ishe më kontrolu, nuk të vishë më kontrolu në dhomë që ishe te, po do ke me shku në dhomë tjetër, më kontrolu, ma s'ku mujt as me shku, më kontrolu. Më kanë marrë me karocë, më kanë qu, jem pa në tepër keq, s'ku mujt hiq. Edhe... E që qenë qasja dhe pse kanë pa që je tepër keq, që janë silë në ty? Shumë njejt. S'kanë ndryshu silë dhe se kanë pa që janë tonë? Jo. Nashta jam mësu ata me këtë sen, po hiq s'y bëjke po shtypje hiq. Neglizhenca u kanë shumë e madhe, tepër e madhe. Bash një vend që s'duhet me kanë hiq, duhet me kanë kujdes tepër i madh, s'y ka interesu. Edhe qatë moment që unë ma s'ku mujt as ka me nejt, kanë marrë, më kanë qitë në karocë, më kanë qu, e kanë po që unë ma s'po moj, edhe më kanë qu direkt në salë të lindjes, normal o fjolla. Edhe kur kom shku të sala lindjes, ka fillu procesi me stimulus, edhe kur ka fillu motra me kry lindjen, ka thonë që edhe nuk jam të japrik flokët e bebës, po pja priku ftyrën. Pja priku synin, hunën, gojën, edhe tonë kohën veç janë ndru doktorishat. Heke një, dilke, bëjke tjetra, njëtar procedura, ju nuk pja gjoj kokën, pja gjoj ftyrën, pja priku synin, hunën, mjekrën, veshin, s'pe gjoj flokët, edhe diri sa ma janë ardhë një 30 mjek në ashta, informira mjek që janë kanë nuk e di. Kanë ardhë të në konë, të më kontrolu poshtë, me këqyrë qka është, deri sa e kanë thini i motër, u kanë me vjetër, mendoj që u kanë përgjise e tynë, shefic, nuk e di shka u kanë, ajo e ka ba, njëtë procedur ka kontrolu, ka thonë që a i kini balë të razadin, ma herët, nuk ka fol as një motër, edhe që ato me fuqin e fundit, këmë thonë që po, më kanë ba 2-3 herë ultraza, edhe dëvim për qatë mjekën, këmë thonë qaja ma ka ba, ta e di që i ka thonë qërë se kini vrit që beba u rrotullu edhin, u rrotullu beba, u kanë prej gjatë shtatzanis, gjithë beba e ka pas pozitën e mirë. Doktori jem që ashtu më ka thonë, edhe ka thonë qërë se kini vrit ju që beba e ka ndru pozitën, u këthy me ftyrë, nalt, me prezentim me ftyrë. Edhe qatë moment e di që beba veç e ka pas kokën t'u dollë. Edhe veç e ka shty nalt bebën, edhe më kanë marrë, më kanë qitë një karocë. Nuk e moj men shumë mirë qatë pjesë, e di që ja ka njës veç se më mhu vedia, më kanë qitë ujë ftyrës. Nuk e moj shumë mirë men, veç që di që më kanë marrë, më kanë qitë një karocë. Mi kanë njep do letra me nëshkru, as ku më di qa po nëshkruj, as më kanë thonë që edin, nuk po mund është me kry ma normal, po të qojnë am operacion, as ka kërku kërkush miratim temin, as burit, as i që kur gjo. Po, do me thonë nëse e kishin këshirë mirë ultrazonin, kishin mujt me vrejt, që po beba ka ndru pozit, edhe u duf me shku, po, direkt në operacion. Neglizhenca atyre në këtë rast ka rrezikua dhe bebën edhe ty? Dyve, jetën e dyve, u ka në rrezik jeta e dyve. Edhe mas ndej më kanë qu në salë operacionit, ato motaj, po edhe në salë operacionit, kër më kanë qu me stimulus në gjitë. Do më thonë stimulusi direkt u duf mu hjek, se ma lindja normale nuk është e mundshme. Edhe... Stimulusi është për me ti shpeshtu dhimt, po. Edhe prap të edhe pëse kesh u vendos, do me thonë, u vendos. Lindje me operacion, prap e ki pas stimulusin. Po, nuk ma kanë hik. A kanë haru, a qka u kam puna, nuk e di ato. Veç e di që kur kom shku në salë të lindjes për me marë, për me ba operacionin, e me marë atë neksin në shpin, s'ku mujt me nejt, se du të me nejt qit, du të me nejt trupe i relaksum, unë s'ku mujt me nejt. Nuk e di as që kam ba, as nuk e di. Veç e di që kur jam shtri
për me kry operacionin, unë të kohën jam kanë të pas dhim tepër të mëdha, të mos mujt me kontrollu vetën. Edhe që ato e di që një doktor e din e ka pa, që në dorë jam të marrë diçka, ka pyet ato doktorishat din çaj keni dhënë. Aja kanë thonë që me qita uar nuk e di që është të marrë, kur e kanë pa që është stimulus, ma kanë largu me herë, edhe e di që ka thonë doktori nuk është normale me prunë sot lindjes me stimulus në gjitë. Qysh pse? Edhe e di që ma kanë hik stimulusin, edhe ma taj ma veç ka fillu pija, prerja, edhe... Pastaj nuk mban me... Jo. Jo, mas nej s'kom pas ma dhimt, ma i më kanë e pim. Mas nej, kur u kry lindja, kom pyet që pse se niva, se më thanë që u kry, edhe një mirë, u kry lindja, relakso, po ja fillojna me bo qepjen, edhe kom thonë, qysh u kry lindja, unë nuk e njëva djallin ku kajt. Edhe se kom një, s'ka kajt djalli kur ka lind. As nuk ma kanë tregu, as nuk ma kanë... Unë e ku menu që ta bin djallin me po. Se kanë bo. Direkt e kanë qu në intenziv, as nuk më kanë tregu që ka gjendjen, as kur gjo hiq. Masa ne i kum kuptu taj gjona që ka ndodhë, qysh ka ndodhë. Qysh kanë tregu? S'kanë tregu, kur gjo s'kanë tregu. Unë e kum kry operacionin, më kanë qu në intenziv kum nejt 24 orë. Ato u kanë pak kujdesi pak ma i mirë, me thonë. Peni, kur e shet që të lindja u kanë të merë, ato duket pak ma mirë, veç që nëse të kanë bo laf, ose të ka veç ushqit, duket që u kanë perfekt. Edhe mas intenzivës më kanë qut të dhoma mas lindjes sezariane. Ato nuk ma kanë pru djallin deri mas 4 ore që jem shkone. Unë se kom po djallin 24 orë në intenziv hiq, as burit nuk ja kanë tregu. Mas që kom shku të dhoma e pas lindjes, mas 4 ore ma kanë sjell djallin, edhe qasja e par e jemja dhe djallit u kanë shumë e hidhur, se as nuk kanë tregu që ka hematomë në ftyrë edhe në kokë. Kokën e ka pas komplet kuqe, edhe ftyrën komplet kuqe, se e kanë munu gjatë lindjes, ka nejt beba shumë kanë atë lindjes, edhe as më ka të regu kërkosh që i ka ndodhë që kësën, deri ma kanë pru në dorë edhe e kum pa, kur e kum pyet që është, kur që sa jo, edhe një ka lanë, mas një jave i hikët, nuk o, kur gjë, mos u bo marak, që ja u kanë qasja. Edhe me thonë, beba i ka marrë dëmtimet, kur kanë tentu... Me lind normal. Me lind normal. Edhe pastaj që i ka rome nejt shumë kanë atë lindjes deri jem shku të sala e operacionit. Qështu më kanë të regu. Masa nej, kom nejt, unë jem premtën, tejtën ma kanë dha mu fletëshimin, po bebës nuk ja lëshojshin. Ta i kom prit derit premtën, gjatë ty në dive të në kohën i kanë bo analiza, i kanë bo fotografime, ultrazo, gjithë shka i kanë bo. Edhe gjatë gjithë kohës që i kom pyet pse, edhin pse pi bani, edhin apo dalin mirë rezultatet, më kanë thonë po, edhin mirë, është s'ka kur gjo, mirë pi dalin rezultatet, e krejt, veç është si procedur, këtë beba ja u bojna. Unë e kom pas që nuk ja u bojnë këtë beba, se në dhome kom pas njëtin rast, që një gru tjetër që kanë lidh me beba, asaj, okej, analiza i kanë bo, po jo fotografime, nuk i kanë bo të në kohën, gjdo dit diçka tri. Edhe të në kohë ma bëshin, po mirë i ka do rezultati, mirë, mos u shqetësa, mirë është. Deri në ditën që ma kanë dhënë fletëshimin e djallit, ka dalë që për hematom, okej, e kum ditë, se e kum pa. Ama për kraq që e ka të dhymë, nuk e kum ditë, as s'm ka thonë kërkosh, s'm ka tregu kërkosh. Pata me pas kujdes kur e ke ka s'kan tregu? Jo, hiq kur gjo. As për muskull që e ka njonin ma shkurt, njonin ma gjatë, kur që hiq s'm kanë tregu. Edhe kur i kom pyet që edhin, kur ma kanë dhënë fletëshimin, më kanë thonë që qështo e ka, qështo. E që shke qasja kur ta tregonën? Hiq, veç ma lexojke. Qëta e ka, qit kre e ka të kres, qita muskull e ka të shkurt, hematomën e ka në ftyrë, mas një muaj e hajde bëja kontrollat. Edhin, qasje normale për ta. Edhe i kom thonë, edhe unë e kom menur që nuk jam të e një mirë, i kom thonë, qa ka të thyme?
Ka thonë krojën e ka të thime, i kom thonë, unë nuk e kom di që të sen, s'u ka të regu kur pësh. Edhe ma ka bo, qasi asoj u kanë, të kena të regu, po s'ke dash në ashta me ni. Ose i na konë kalablak vizita mëngjes, nuk ke dash me ni. Kush nuk do me ni për fmit vetë, që ka probleme. Nëse unë e kisha di që ka qato probleme, unë e kisha trajnu prej fillime. Isha kujdes ma shumë, edhe pse jem kujdes normal, po isha kujdes në ashta ma shumë për kronë. Se unë ku mujtë në ashta edhe mja lëndu hala ma shumë, të mos dit, pe mos dijes, që e ka të kresë të dhymë. Edhe po. E ta është djali, a është në gjendje, a ka vazhdu pra vizitat e mjeku pas lindjes? Po, i kena vazhdu komplet vizitat e mjeku privat, se ma të shtetit veç. E të shtetit a ka marrë dikush përgjithësi për gjendjen e djalit? Jo. Jo, në fletë shimi, janë doktorat, janë nënshkrimet, vullat e tyne, po nuk është që ka marrë najkush përgjithësi për ta. Jo. Hematoma ju ka hjek, ajo pjesa e madhe, po hala e ka pak skuedin, e ka si një... Po tash mjeku privat çka ka thonë për djalin, a ka me pas përmirësime? Po, përmirësime ka me pas, kraj veç po thonë që ju ka kap, ka kap, për muskull du të mi ba fizioterapi, disa seanca, hematoma veç ju ka fillu më hjek, po hala e ka, i vrehet. Po a ka mi u regullu, a ka thonë mjeku në do një mjek që ka mi u regullu? Ka thonë që po, për momentin e hala e ka, edhe pse lindja ka ndodhë që sa muj. Ata më kanë thonë që brenda 4-5 ditë një jave i hikët krejt s'ki me vrejt ma, po hala i vrehet pak, te pjesa e ftyrës po. Po, me qenë se ke kalu këtë histori në spital në Prishtinë, po? Po, që ka në Prishtinë. Në Prishtinë. A me ndonë me pas prap një lindje në spital dhe shtetit? Jo. Shtetit jo. Qa ju kështë thonë të si nonë që e ke marrë guximin me dalë media, me të regu historinë tonë, qka ju kështë thonë nana që dojnë me bua lindje të shtetit? Po, one krejt këtë ngjarje që e kom të regu eksperiencën tem që ka ndodhë nuk e kom ba për me pas dikush më shirë ose nuk pres për i shtetit diçka. Ne e kom ba veç se du me ndodhë drejtësia. Që është krejt që kom dashtë, është veç drejtësi, edhe pse krejt është diçka që krejt nanat me nxje e presin, është eksperienca me bukur e jetës, me nxje spret me prun jetë një fëmi. Edhe du të me kanë eksperienca me lumtër e jetës, e jo më të kësyn traumë, më të kësyn nangth, edhe më të kësyn frikë që ma mos me përjetu korshat sen. Po tash pas lindjes, a po të kujtohen shumë momentet e lindjes? Kujtohen. Edhe që më kanë thonë që harrohen, dhimt harrohen ato sene. Majtë nanat atë ngjarje, atë kanë Po, ka ndodhë. Kom pas disa herë panik atak. Kom pas probleme me frymarrje, me gjumë. Edhe bashkëshorti i gruas ka treguar provojën e tij të rëndë gjatë orëve të gjata të pritjes jashtë sallës së lindjes. Unë du me do me juve një eksperiencë me thonë të hidhën që më ka ndodhë për herën e parë që jam bob. Fillojmë të rase ku ka fillu mas parin të honën, e di që u konë dita hone. A e dën datën e ditës të honën? Po, u konë 18 gusht. Edhe i na shku në spital. I na konë me 2 mendime, a me shku në spital privat apo të shtetit. Kështu që unë si bob kom vendus me u drejtu në spital të shtetit për gjithçka. Po. Edhe kemi shku u vendus bashkëshortja në spital. Edhe ka nejt kreditën atë me dotën 18. Edhe në bromje 11 ora me dita hone pjepjen që më ka shënu që ka dhimt të lindjes. Po. 11:30 kam vazhdu kom shku për Prishtinë. Po. Edhe kam prit atë prej 11:50, nuk e di sakt. Po. Deri kur ka lind djali që pjepjen 1 ora
ose gjysmë nuk e di bashkë sakt. Do me thonë, rreth 13 orë bashkëshortja juaj ka qëndru në spital, të mos i bo zgjidhja asnjë mjek aty afër. Na dëmon ka nejtë qas orë, na këna prit. Na këna vazhdu ma spore, këna prit prej orës 12 po fuli, këna prit deri kur më ka shkru bashkëshortja në orën 5 të mëngjesit. Edhe më ka tregu që nuk është mirë, ka dhimbje të mëdha edhe nuk është kërkushtu mirë me to. Unë si bo, për herë të parë që jom bo, kom për gëzimet, kom tentu dhe kom jep bakshish prej rejtorit të fillu për jashtë, e deri mrena se cilin infermier, doktor të e po. Ende pa lind bashkëshortja. Ende pa lind për gëzimet të dosht me... Po dhe me shpresën që kanë mi qëndru ma afër. Ma afër. Të kuptojmë ku jem që nëse menojnë që tjertë, mënet me bo diçka dikush dojnë veç porën, ta jenë nuk ka vlej atë. Edhe... Po faktikisht edhe i kanë pranu parët që i keni ofru. Po, normal, edhe kom blej edhe gjësende që i kom qu, për shambull me pi, me honër. Po, në momentin që jo i keni dhanë thojna bakshish tashtë, a ju kanë premtu që ka me në kujdes? Jo, nuk më kanë premtu, edhe pse nuk kanë dosht me mora ata, po në si pikëzimit më dosht me ofru atynev, si në lloj bakshish pikëzimit që po bona bo për herë të parë. Po. Me shpresën që ka më këqyrë ma mirë, ka me posë mbi këqyrë ma të mirë prej mjekve për stafit atë ginekologjisë. Edhe kena vazhdu pej orës 5:30 të prit, nuk u mor lojme, deri në orën 8 që u po një ndrem, një orë dhe mjekt. Më kanë thonë që dhëtë me dollë push me prit të solla informimit, prej 8-ve deri në orën 12, nuk pe di bashkë sakt me orë tash, që më kanë tregu, ka thonë bashkëshorta jute është në sollë të përimit, nuk e ka gjendjen mirë. Edhe për ati momentin nuk u morë mo asë në informat deri në moment fundit kër dollë e kom po bashkëshortën tem jashtë. Që po du me cek tjetra është që unë asë nuk e kom po djallin, asë nuk më ka tregu kërkush për gjendjen e djallit, asë për gjendjen e bashkëshortës. Nuk kanë lanë për me hinë mrena kërkush, sigurimat. Edhe për ati momentin na i na dollë jashtë, edhe na kanë qitë për jashtë me një fjallë të sigurimit që ka thonë që s'ka drejt me nejtë ma shumë, se gruja u konë në intenziv, edhe djalli u konë në intenziv dëtë. Edhe kanë vazhdu e njëjta gjendje që kanë qëndru dikon 24 orë në intenziv. Na s'kena marrë kur farë përgjigje për tynev, se që kanë ndodhë dhe se qysh janë. Edhe problemi ka qëndru që bashkëshortja nuk u konë ofër me djallin, edhe ajo konë një mërzi e madhe të na. Masanej të vazhdu, ka nejtë në spital bashkëshortja dhe ditë. Masanej kër jam shku mi marrë prej... Sa ka qëndru, ajdene, saksisht? Tash në tomnin e u shku të martën ka lindë, të premten në i ku morë me orë në të shpe. Edhe tash kër e kena morë fletëshimin e bashkëshortës edhe djallit, njerë nuk e qeshën e bëjshën veç fletëshimin e bashkëshortës, djallit ju. Edhe na nuk e dishëm pse ose qysh veç fletëshimi bashkëshortës ju djallit. Në fund na tregun të premten që djalli ka pas frakturën klavikull, edhe ka pas një shenjë fytyrë, edhe ka pas një muskull, diçka problem që më kanë thonë atë doktoresha. Edhe sjellja asoj u konë shumë arrogante, shkoko që ka thonë, i kom thonë pse s'na keni tregu për gjendjen e djallit më herët, unë i kom tregu bashkëshortës tonë për kjo sa dosht me ni. Kush nuk do me ni për fëmijët vetën, unë i kena tregu për kjo s'ka dosht me ni. Edhe qëtë edhe i na zhgënyu totalisht me stofën atë qysh. Po qysh janë sjell me ty kur ke kërku me pa bashkëshortën, fëmin? Ditën e parë në konë intenziv, s'kom posë mundësi me hinë intenziv, so konë në djeshme edhe jëm tregu pak i kuptushëm këtë farë aspekti që nuk lejohet me hinë intenziv edhe s'kom bo
për me hinë intenziv. Masanej këta janë dollë dhe më të normal nesër. Normal prej aty u konë ma mirë, se ndollë një dhumë ma të mirë, edhe nuk jem kretë djeni se qysh ka ndodhë brenda në sol, ama për pjesën jashtë, di me të regu edhe ata burra që presin atë, se qysh njihen para derës kur presin në informaca dhe ma të vëglen për bashkëshortin e tyne edhe për kush nuk të informan. Ose shumë pak, ose veç thujnë, ajtë se gati është, shke është domon përgjigje tyne. Do me thonë, bashkëshortja, ju kanë thonë juve që ka me pas një lindje naturale, të temi kështu. Po, normal mu kanë thonë që njerë është të shku mirë, gjendja asoj, edhe më kanë thonë që shprejsa tim për me lindë në mënyrë natyrale, shkoku që është 9 cm që shtoja kanë cek mjek, po tani me qa shprejsë kumë ne delin më ngjas të prit. Edhe prap ka ndodhë lindja me operacion? Po, me operacion ka ndodhë. A keni kërku, se kum pa raste unë vetë në spital kur kam qenë, të lindjes, për tjetër kanë, kum dëgju raste që edhe kanë kërku prindrit, bashkëshortit që nëse nuk është normale, nëse nuk mundet me pas një lindje natyrale, me vazhdu me operacion, a keni kërku jo? Na kena, une për vjetë kur kom full me mjekt që në kom procesën atë në rrimin, mu më kanë thonë që qysh dhe që të vjen mas mirë kena me bone, kom thonë për djoll, edhe për nuse mos rrezikoni kur gjë nëse bëhet me operacion, bëne me operacion, edhe nëse shkon me mënyrë natyrale, le shkon në mënyrë natyrale. Nuk kena kon kundër asnjënës. Unë jem kon me prindin atë, edhe prindi domon ka thonë që është mas mirë me vazhdu qysh dhe që të thujnë mjek. Na mjekve kena lënë dorë këtë pjesë deri në fund. E qysh, cili ka qenë momenti që jeni ndje atë shket, sa që keni vendosë që këtë ngjarjen e juve me shfaq në media, cili ka qenë ai moment që ju boni me plasu këtë ngjarje në media? Ty po plët ngjarje që kanë ndodhur dhe kohëve të fundit, më shtyte edhe mu me po, se o konë eksperiencë tamën e hidhën për neve, se dy prindë që jena po për herë të parë, kena menu që kena me pos ma shumë mbështetje të ta, edhe për që ata kena pos me shku spital shtetit. Nashta për krejt nuk jenë mundësit për me shku në spital privat. Na veç që kena po se të ma të arsyeshme me shku në spital shtetit, po kena ka zhgënyshëm. Tjera nuk me ne që ka me ndodhë familjen tem një lindje në spital shtetit, përso i përket në ginekologji. Tash të jemi pak më transparent për publikun, djali krahun e ka të lëndu mbërë. Po, ka pos tym që shto më kanë thonë që ke fraktura në klavikull është si pjesa e krahut e krisun. Gjatë lindjes, gjatë procesit lindjes që ka ndodhur. Do më thonë, të mërkurën jem konë në spital, nuk më kanë thonë kur gjë për gjendjen e tij. Edhe në tajtën një më shku, nuk më kanë thonë kur gjë nuk më kanë tregu për këtë rast. Pranë kur e kom lyp fletëshimin edhe djallit, më kanë thonë që e ka pos krahun e krist me ful marshqip. Se më kanë thonë që është i lëndum në gjithë pjesë, edhe fytyrën e ka pos në shejt gjatë procesit lindjes, edhe mu mjek nëse më kanë thonë që kjo është normale, këtu që ndodhin normalisht, vazhdojnë me ndodh. Po a ka marrë përgjegjësi dikush për gjendjen e bebes? Mjekët kanë nënshkru, e kam në shkrimin, e kam raportin e mjekëve që e kam bo, e kanë çu djalin. Përgjithësi, unë nuk kom lyp i kërkojna, shkokut që unë më zhgënjy shumë për këti raste, edhe nuk kom lyp përgjithësi për kërkojna, ama kom vendu si ankesë me bo edhe me shkru letër me çu si në raport e ginekologjisë, edhe me çu në Ministrisë së Shëndetësisë. Drejtori neonatologjisë Luan Morina tregoi për pjesën e paslindjes së gruas, duke u rrëfyer se foshnja ishte në gjendje të mirë shëndetësore dhe se shenjat që i kishte në fytyrë do t'i hiqeshin brenda javës. Po ashtu edhe pjesa e frakturës së thyer ishte çështje javësh që të shërohet. Atëherë, unë në këtë rast më lëni që të flas edhe si drejtor, po edhe si profesionist, si neonatolog, pra si profesionist që mirret kryesisht me fëmijët cilët kanë të lashe, cilët lindin me të lashe shëndetësore, probleme shëndetësore. Për rastin e fjalë, është një foshnjë e cila ka lind dhe nga ana mjekëve tonë, nga ana ekipes të specialistëve tonë, e kanë vlerësuar se foshnja ka nevojë
për me ardhur në kujdes intenziv për një ekzaminim shtesë dhe për një rivlerësim gjendjes edhe për një kontroll të mirëfillt, për shkak se foshnja normalisht ka kalu në një fazë të lindjes pak më të vështirë në kuptimin e zgjatjes dhe normalisht në kuptimin e mundësisë ndonjë komplikimit të mundshëm për shkak të vetë natyrës ose për vetë aktit të lindjes pak më të komplikuar. Më lëni veç ta sqaroj, do thotë edhe për ju edhe për publikun se çka nuk kuptoj me këto, do thotë një lindje pak më e vështirë ose një lindje pak me mundësi komplikimi. Lindja normalisht është një akt i cili mund të thëmë se një akt i shejtë, mirë po është një akt që tash mos flasim dhe mos të kalojmë në anën e ginekologjisë, mirë po është një akt që asnjë prej nesh si ne neonatolog, po edhe ginekolog nuk kemi asnjë moment dëshirë që të mos shkojnë mirë ose të shkon diçka e komplikuar, mirë po gjithashtu është një akt që nuk mund ta parashikojmë në momentin e fundit se si do të shkon. Pse themi këtë? Për arsye se është një akt i cili varet prej shumë faktorëve. E kemi, do të thotë, një foshnjë, e kemi një nanë, pra një nanë që pritet të bëhet, të cilët normalisht do duhet edhe në anën tjetër e kemi ekipe mjekësore që duhet ta kryjnë këto. Mirë po, kur jemi te foshnja, e kemi shumë faktorë që ndikojnë. Si është pozicionimi i foshnjës, si është prezantimi i foshnjës. E kemi një fëmijë, ne gjithmonë edhe kolegët tanë nga ginekologjia, gjithmonë insistojnë që lindjet aty ku janë indikacionet, aty ku është gjendja shëndetësore që lejon, të kryhet në kushte në lindje normale ose me rrugë natyrale, sistemi lindje vaginale ose lindje natyrale. Mirë po janë disa kushte ose disa momente që në momentet të fundit ty të detyrojnë që me marrë vendime kur ti e vlerëson sepse nuk shkon një gjendje të tillë ose nuk mund të rrezikoj me tutje ashtu edhe shëndetin e nanës, po ashtu edhe shëndetin e foshnjës. Prandaj gjithmonë insistojnë dhe gjithmonë japin përparësi lindjeve normale, pasi që është më mirë edhe për shëndetin e foshnjës, foshnjët që lindin në rrugë normale kanë një përparësi ndaj foshnjëve që lindin me operacion. Në kuptimin e shëndetit dhe zhvillimit mushkëror pak më të mirë. Dhe tash normalisht një lindje, si tham, lindje më vështirë kemi pra pozicionimin, prezantimin, raportin në mes të foshnjës ose peshës foshnjës, masisë së foshnjëve, që ne themi një disproporcion mes të foshnjës dhe rrugëve ose kanaleve të lindjes që ka me lindë foshnja. Të gjitha këto janë faktorë të cilët në momentet e fundit të lindjes ty mund të detyrojnë të shtyjnë të marrësh vendime të cilat ti patjetër duhet të marrësh, sepse duhet të shpëtosh foshnjën, duhet të shpëtosh edhe nënën. Prandaj, te rastin e fjalës kemi pas një lindje pak më të zgjatur, një lindje e cila kushtet e tilla, do thotë të gjendjes foshnjës, një disproporcion, një pozicionim jo i mirë, një pozicionim ka qenë pak më interesant i foshnjës, një prezantim me fytyrë i foshnjës, që është një prezantim më të vështira edhe për ginekolog, se si do thotë duhet të kryhet lindja, sepse jo rastësisht është me që lindjet kur bën me prezantim me kokë, koka është më e lehtë sepse i ndihmon koka për me dalë. Kur janë prezantimet qoftë me kamë ose qoftë me pelvik, janë pak më vështira sepse nuk e kanë forcën edhe peshën e prezantimit të kokës kur koka shtyn edhe hes lindjen më mirë. Prandaj edhe të ky rast e kemi pasur një të tillë në bazë të dhënave që kemi, ka qenë një prezantim jo i zakonshëm, jo i favorshëm për të kryer lindja, dhe normalisht është vendosur që pastaj foshnja do thotë ose lindja të përfundon me operacion, dhe normalisht foshnja ka dalë, ka qenë ekipa, për atë moment ekipa e klinikës së neonatologjisë e kanë marrë foshnjën, për shkak se foshnja në lindje ka prezantuar me një hematom për shkak të prezantimit që ka pas. Pra po themi, për shkak të presionit për me lind dhe pamundësisë për me lind për shkak të prezantimit, foshnja ka pas një hematom që ne themi ose një shenjë do thotë për shkak të komprimimit, qoftë për shkak të ndonjë presioni. Këto janë, nëse mund të themi si lindimet e lindjes, janë raste ku njeh edhe shkenca, janë të paraqitur në literaturë, nuk është që ka ndodhur, domethënë diçka që
nuk ka ndodhur asnjëherë, po këto janë domethënë që njihen, është pra një, si më thonë, një kapitull i veçantë ku përmenden dhe shpjegohen dhe janë të mundshme lëndimet gjatë lindjes për shkak të natyrave të tilla. Pra, lindje të vështirë kur referohemi e konsiderojmë një lindje e cila nuk i ka, si më thonë, faktor të cilë duhet të ndihmojnë lindje, nuk i ka në kushtet më të favorshme. Pra, një zgjatje me lindje mund të qenë një kordon që mund të ta pengu zbritjen e foshnjës, krye përfundimi i lindjes, mund të qenë pozicionimi, thamë jo, prezantimi jo i favorshëm. Një peshë më e madhe e foshnjës në raport me rrugët ka më dalë, me kanale e lindjes, e bëjnë që ginekolog duhet patjetër ta vlerësojnë situatën dhe të marrin vendime për rastet e tilla. Po më qenë se jemi të kjo pjesë e ginekologjinë, sepse jo mundeni me deklaru vetëm për pjesën e neonatologjisë. Sigurisht që sipas deklaratës ka qenë që nana ka marrë infuzion për lindje normale, po e ka pas infuzionin për lindje normale edhe në sallën e operimit. Sa mund të më kanë... Për atë pjesë të thëmë drejten, jo pse nuk dua të shprehem, ose po hezitohem, ose po kërsejem që të jem i hapur me informacione, por për pjesën për para lindjes, normalisht që është ndoshta më kompetent që të flasin ginekologët, normalisht ekipa dhe mjekët që kanë qenë dhe kanë prezantuar në lindje, se ata e vlerësojnë, sepse të themi, ne kemi fushat të ndane, shërbimet të ndane, dhe neonatologjia, normalisht, unë e spjegova në kuptimin prej ka pak të ginekologjia, për me bo ma qartë, sepse kur flasim për një lëndim të foshnjës, normalisht ne duhet pak të themi retrograde, të themi si pse ka mundë marrë, dhe më thonë ajo ma lejoj profesionit që të flasë, ndërsa për vlerësimin, tretmanin, gjendjen, indikacionet, janë kompetent mjekë të cilët kanë prezantuar në lindje, janë klinika ginekologjisë, po besoj që edhe ata janë shumë bashkëpunues dhe mund të marrësh informata atje pa asnjë telash. Sipas deklaratës nënës, nëna ka qëndruar këtu pas lindjes 4 deri në 5 ditë, mos gabofsha. Jo, ne kemi këtu historinë e foshnjës, domethënë foshnja ka lindur me datën 19 gusht, ndërsa është liruar nga klinika me 22 gusht, që i bjen mas 3 ditë. Po, mas 3 ditë. Po, 3 ditë. Domethënë, po sigurisht foshnjët, nanat të cilat i nënshtrohen ndërhyrjes, domethënë lindjes me operacion, 48 orë qëndrojnë edhe pa asnjë telashe, nëse gjithçka është në rregull, foshnjët 48 orë qëndrojnë mas operacion për shkak se kemi një nanë që është nështruar operacionit, normalisht duhet ta verifikojnë, duhet përcillet, si po shkon plaga, mos ka eventualisht ndonjë komplikim. Shikon, në mjekësi nuk do të thotë gjithmonë që kur përfundon një operacion edhe ti gjithçka ke rregulluar ose gjithçka është në rregull. Normalisht që edhe mjekësia dhe shkenca i njeh edhe komplikimet postoperative, domethënë janë ato gjëra që asnjë nuk e bën me dëshirë, po normalisht duhet të shikosh dhe të rishikosh. Prandaj për këtë arsye, foshnja bashkë me nanën qëndrojnë 48 orë për me pa eventualisht mos diçka ndodh pas operacionit. Nuk është pse duhet ose pritet me ndodh, po normalisht që njeh sepse shkenca njeh komplikimet postoperative, duhet shikojmë gjendjen, çka do që mundet me ndodh për këtë arsye. Referona vetëm deklaratës së nanës, e cila thotë që në flet lëshim më kanë treguar që beba ka klavikulë të thyre, thyme të djathta. Po, klavikula, po. Nuk i kanë tregu stafi mjekësor që ka klavikul të thyer, edhe pse ka marrë bebën dorë. Andaj shqetësimi i saj ka qenë që ndoshta kishte qenë më mirë. Dëgjom, kur jemi te dhënia e informata normalisht, klavikula është një kockë e cila do thotë është kjo kocka këtu do thotë pikërisht është edhe te akti lindjes normalisht është kocka më e parë dhe kocka e vetme që ekspozohet, mund të themi. Te lindjet normale, kur kemi prezantimin, domethënë me pjesën e përparme, është foshnja që ekspozohet edhe që ne tham, kemi disproporcion, kemi një foshnjë më të madhe, ka me kalu, sidomos tek lindja e parë që ka qenë të rastin e fjalë, është një lindje e parë, normalisht është një disproporcion mundet me qenë, edhe presionet, pamundësia, fillimi i procesit lindjes kanë bërë që kjo është një kockë ndjeshme, edhe është një kockë të foshnjët e posalindur ashtu është e vogël, është ndjeshme, është më hollë, edhe normalisht është e para e cila mund të pëson
një fraktur, ose një fisur, ose një qarë, ose shka do. Mirë po, sa i përket kësaj patologjie, ne kemi raste, në ndodhen raste që mundet me pas frakturët jo të qëllimshëm, por janë fraktura të cilat gjatë procesit të lindjes thamë për çdo faktor shoqëror që i përmendëm, edhe me konsultim me ortopedin, që normalisht tashmë i takon edhe ortopedisë kjo pjesë, edhe rekomandimet të fundit tregojnë që kjo patologji nuk kërkon ndonjë tretman të veçantë në kuptimin as të imobilizimit, sepse kjo është një kost që ngjitet vetë, kapet vetë, regjenerohet vetë. Domethënë, ne e lëshojmë në shtëpi dhe përmbrenda javës, mëna 10 ditë regjenerohet dhe nuk lën asnjë pasojë. Domethënë, nuk lën asnjë pasojë, nuk lën asnjë sekvel ose asnjë prognozë jo të mirë për ose që të ndikojnë në cilësinë e jetës. Prandaj nuk konsiderohet ndaj problematik. Dhe si e tillë, kjo në momentin e parë të lindjes nuk është që vrehet, sepse nuk është një kockë që mund të vrehet menjëherë si të lindje, po gjatë ekzaminimit që bëhet, gjatë ekzaminimit plotësuese, ne edhe për shkak të kësaj natyrës, domethënë të gjendjes së foshnjës, për këtë arsye foshnja është transferuar tek ne. Dhe ne kemi marrë domethënë foshnjën, e kemi përcjell, e kemi ekzaminuar, ja kemi bërë, kemi në fletlëshimin e foshnjës, ja ku kemi fletlëshimin këtu, i kemi bërë të gjitha ekzaminimet e nevojshme. I kemi marrë të gjitha konsultat e nevojshme. Jo pse e kemi mendu që foshnja është lëndu ose foshnja ka mirë, po për vetë momenteve që foshnja e ka kalu gjatë lindjes, domethënë sepse fati jo i mirë do thotë është ka qenë një lindje pak më e zgjatur, një lindje pak më e vështirë, një lindje e cila për shkak vlerësimit nga ana kolegëve ginekologë që kam një respekt shumë të madh, që edhe janë shumë profesionistë mirë, e kanë vlerësuar situatën që duhet në një moment mu vendosë foshnja mu nxjerr përmes operacionit, në mënyrë që të mos rrezikohet edhe gjendja e foshnjës, edhe nana. Fatmirësisht ne kemi lëshuar në gjendje të mirë, po shpresoj që të jenë prap mirë dhe po besoj që janë mirë edhe nana edhe foshnja, sepse ne kemi vlerësuar foshnjën me gjitha ekzaminimet shtesë. Tu fillu për çdo ekzaminimit shtesë laboratorik, qoftë rentgen, kemi bërë rentgen të kockave të kokës, kemi bërë ultrazot të trurit, kemi bërë ultrazot zemrës, ultrazot abdomenit, ekzaminimet të neurologëve, e konsultat të mjekëve, të cilë përfshihen në këtë sferë, dhe jemi marrë në përfundim që foshnja do thotë ka qenë në gjendje të mirë në shtëpi, do thotë ka shku me disa këshilla për kujdesin që i japim çdo fëmijë. Prandaj, fëmia ka shku normalisht përveç kësaj hematomës që ka pas në pjesën ballore, e cila tërhiqet, e cila nuk ka pas asnjë komunikim, as ka qenë e hapur, as ka qenë një plag, është përjashtu lëndimet të trurit, truri ka qenë pastër, janë përjashtu kockat, nuk kemi pas fraktur, nuk kemi pas ndonjë thyrje të një kocke. Përveç një hematomi ose një mbledhje, që mund të themi në gjuhën pak më si, një mbledhje e gjakut së dëmtim i kapilarëve dhe dalja e gjakut në shtresën e lëkurës, që jep atë njollën, do thotë si e njohim ne si maviosi, domethënë, në çat kuptim është hematoma, për shkak se tham që ka qenë, do thotë, një moment kur foshnja nuk ka qenë në situatën dhe në kushtet që të kryet lindja në kushtet në rrugë normale, prandaj për këtë arsye kanë vlerësuar që të përfundon me operacion, dhe foshnja është shku me këshilla që të vi pas 3 dite, pas një jave, në rikontroll, në rikonsulta, në kontrollat e vazhdueshme, vetëm që foshnja të jetë mirë. Kjo ka qenë këtë ajo që ne kemi bërë për kohën që foshnja ka qëndruar tek ne, ekzaminimet nevojshme, informatat nevojshme e kemi dhënë nonës, i kemi treguar se foshnja ka një hematom, por kjo nuk rrezikon, nuk ka hapje, nuk ka komunikim, nuk kemi as një dëmtim të kockave, nuk kemi as dëmtim truri është në rregull, gjithçka është në rregull, zemra mirë, mushkrit mirë, abdomeni mirë, edhe neurologun aspektin e kemi pa, dhe gjithashtu e kemi dhënë edhe këshillat për me shku pastaj te mjekë të tjerë, përzojmë te neurologu me vazhdu, te fiziatri, te ortopedi, të gjitha këto do thotë kemi dhënë këshillat e nevojshme që foshnja duhet të Do këshilla e japin shëllimet që nuk janë? Po,
Pa tjetër. Për gjitha këto ne kemi thonë që të kthehet, ne nuk e kemi referu që më qëka dikun, për kemi thonë kthehesh për konsultat pas një jave tek pediatri, neurolog, tek radiologu për një rivlerësim ultrazon. Gjitha këto e kemi bërë, kuptohet mrena që kokës që të kryen.